Policia e Elbasanit ka vënë pranga 2 persona dhe ka shpadur në kërkim 2 të tjerë për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mhalla. Në pranga ka rënë shortaku i viktimës dhe roja i karburantit ku ndodhi ngjarja, ndërsa 2 të shpadurit në kërkim dyshohen se kanë qenë ekzekutorët. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së dielës në Elbasan, ku biznesmeni Edmond Hyka, 43 vjeç, i njohur si Mondi Mhalla, sapo kishte dalë nga zyra e karburantit të tij Xhaxhi Oil. Njëri nga autorët që lëvizte me makinën tip Audi ju afrua dhe i qelloi me armëzjarrin, ndërsa bashkëpunëtori i tij e ndihmoi me arratisje. Pas ekzekutimit, autorët u larguan drejt Librazhit dhe dogjën makinën në fshatin Mirak. Brenda saj u gjet një pistolet Beretta e përdorur në krim. Policia arrestoi shortakun e Mhallës, Gino Ago, i akuzuar për vrasje me paramendim dhe kujtim pisha, roja e karburantit, i dyshuar për bashkëpunim në krim. Në kërkim janë shpadur Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, dhe Armando Kola, 35 vjeç, banues në Laç, të cilët dyshohet se kanë qenë ekzekutorët. Identifikimi i tyre u mundsua pas marrjes në pyetje të Rinaldo Gjinit, i cili ishte parë duke qarkulluar me makinën e përdorur në vrasje. Hetimet e policisë dhe provat e siguruara brenda 48 orëve pas ngjarjes sugjerojnë se motivet e vrasjes mund të jenë konflikte për çështje biznesi mes viktimës dhe autorëve. Autoritetet vijojnë operacionin për kapjen e të shpadurve në kërkim dhe për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes.